Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për protestën. Sonte është nata e 24. Presim reagimet e para nga qytetarët, por edhe grupi organizator pas 5 pikave. Kryeministri ka reaguar me disa postime ndaj Dritan Goxhait, ish luftëtari i UÇK-s, por për atë që pritet të ndodhë dhe më shumë ne do të flasim me avokatin, mikun e emisionit tonë, Zaxha Islami, avokat. Përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Avokat, do më jep një koment së pari për pikat, pastaj për organizator dhe deklaratat e kryeministrit. Po, nuk I kam parasysh pikat që ka kërkesat që ka, për pikat që kanë bërë këta të vetë e mëruarit drejtuesoj të hipotekës, për ta ke fjalën. Të protestës. Po, protestës. Njërë në ratë parë, ato pika që tha Dritan Goxha mbrëm, nuk janë asgjë tjetër, veç se janë një mbrojtje e stërholluar e Edi Ramës, e kamufluar bukur me ca fjalë patriotike, por në thelb kërkon që të mbetet në pushtet Edi Rama dhe komunistët shqiptarë. Praktikisht tani pika e para është largimi I atij, avokat. Largimi I atij nuk do të thotë zgjidhje e problemit. Ja e hoqëm atë, do vej Taulant Balla, ja e hoqëm atë, do vej tjetri. Ajo është një bushtë që ka mira klysh, Partia Komuniste e Shqipërisë, Partia e Punës. Kështu që nuk është ai rreziku kryesor themelor. Ai është përfaqësuesi I këtij rreziku, që duhet qëruar se s'bën. Por rreziku është nga komunistët shqiptarë që janë shitur tek Izraeli dhe tek spionazhi amerikan. Amerikanët nuk dalën vetë, nuk dalën sepse u del boja u ikën ajo mbështetje që kanë tek qytetarët shqiptarë. Dhe ç'bëjnë, fusin Izraelin dhe agentin e pa fytyrë të Izraelit Edi Rama, që është me komshi Izraelit e në gjak Edi Rama, dhe nxjerrin këto që kanë thënë. Problemi është këtu. Ne duhet të vëmë në lëvizje edhe ne duhet I kërkojmë gjykatës kushtetuese urgjentisht të bllokojë të gjitha marrëveshjet që ka bërë Edi Rama me izraelitët, me Kushnerin edhe me të tjerët. Duhet ta denoncojmë të gjitha ato marrëveshje dhe gjykata kushtetuese të nxjerrë jashtë ligjit. Dhe I bëjmë cilë gjykatës kushtetuese jenë në një pozicion të tillë, jeni në një pozicion të tillë zotërin qytetar, gjyqtar, më fal do ta korrigjojmë këtë pastaj. Jo, mos e vram një sepse lapsuse normale janë, nuk ka problem, jemi në bisedë të lirë, avokat. Por gjykata kushtetuese tani puna është do merremi me sistemin e drejtësisë apo ato politik? Në radhë parë, është politika që ka marrë disa vendime që janë antikombëtare, që shitet pasuria kombëtare, që shitet troje ose falen troje kombëtare, pas një arsye, pas një shkak. Atëherë protesta duhet të kthehet nga krau tjetër, gjykatës kushtetuese që është përballë serisë qeverisë, jo qeverisë, ç'pun ka kryeministri? Jo, gjykata kushtetuese nëse do anullojë dhe që duhet I anullojë dhe besoj se do t'i anullojë marrëveshjet që ka bërë Edi Rama, protesta automatikisht me zgjidhje. Atëherë protesta nuk që ka kundër Ramës, por kundër drejtësisë, sepse ai është pushtet vetë avokat, ju e dini më mirë se unë. Të lutem, edhe një mos I ngatrojmë gjërat. Pushteti I tretë është gjyqësori. Po, atëherë ekzekutivi me legislativin ç'pun kanë aty? Po mirë, gjykata kushtetuese përse është sipas jush me që ma kundërshtoni mendimin? Jo, thjesht unë po diskutojmë, avokat, sepse ju lejoni edhe mendimin kundër, edhe prandaj Jo, nuk është mendim kundër. Unë të them, gjykata kushtetuese ka detyrë themelore që të mbrojë kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Ka detyrë që të mbrojë territorin ekzistues të shtetit shqiptar. Kur nga territori I shtetit shqiptar, ky ekzekutivi që dua ti shet mira metra, kilometra katrore u ajep të huajve, atëherë gjykata kushtetuese çfarë mbron? Përse është?
Pra është ai organ që ka të drejtën ekskluzive juridike që të anulloj këtë marrëveshje antikombëtare që kryera nga Edi Rama. Ashtu sikur veproi në 2009 me marrëveshjen e detit. Rasti është 100% analog, por problemi është më i thellë dhe më i rëndë. Pra e nisim tek ky bordi i ashikuar i bordi i protestës. Se pas ka kërkuar ai kryeministri sot me ç'dëgjova, pas ka kërkuar që të flas me përfaqësuesit e opozitës. Unë i them Edi Ramës nuk janë ata përfaqësuesit e opozitës. Dhe ta di mirë. Jo, zoti Rama, nuk janë ata përfaqësuesit e protestës. Përfaqësuesit real të protestës jemi ne që dalim dhe themi ditë për ditë të anullohen këto marrëveshje që ke kryer ti dhe ti t'japsh automatikisht me njerë urgjentisht t'japsh dorëheqje dhe të shkosh para drejtësisë për tradhti të lartë kombëtare. Instituti Politikave të Sigurimit Kombëtar, një institucion juridik i ligjshëm, ka hartuar dhe ka dorëzuar në gjykatën kushtetuese dhe në SPAK të tërë ka denoncuar veprimin antikombëtar të qeverisë Rama. Dhe shpresojmë që kjo punë do marrë zgjidhje. Por problemi është këtu. Nuk është një Edi Rama dhe nuk është një XY. Janë të gjithë spionët e futur në pushtet të Shqipërisë gjatë këtyre 13 viteve që po shesin dhe po bashkëpunojnë me Edi Ramën për shitjen e trojeve kombëtare. U bë një veprim skandaloz. I asaj ambasadorkës Çifute, Turk TV. Të lutem, avokat. Të lutem. Mos më lut fare. Për tek kësaj. Ajo na provokoi dhe na ka fyer si komb. Dhe ajo duhet të shpallet në ngrata brenda 24 orësh si qërohet nga Shqipëria. Ja, avokat. Ku ti thot ajo shqiptarët nuk duan nënat e tyre? Ku t'ja thot këtë? Një, e dyta. Ka futur Eva Pangon që hoqi flamurin dhe u fut prapë brenda në ambasadë. Pse e ka bërë këtë provokim kaq të rënd ajo zonjë? Përse? E kuptoni që s'po ndodh. Pra kanë dalë hapur tani në mbrojtje të Edi Ramës, Izraeli dhe Amerikanët me heqin e tyre. Pra do të thotë që Edi Rama u evacion ujë në mullirin e atyre, jo në interes kombëtar. Atëhere, ka për detyrë SPAK-u që ta arrestoj atë zonjën, atë Eva Pangon, se emrin e asaj dëgjova, nuk e di mund t'jem dhe gabim, po kështu më thanë, kështu dëgjova, kështu hap në media, sepse ajo e futur nga ambasada për të hequr flamurin dhe pra doli nga ambasada, hoqi flamurin dhe u fut prapë në ambasadë. Videon e kemi. Pra kjo ambasadorja izraelite, unë nuk them kot ambasador ka. Dhe e them me një inat dhe me një urrëtie të jashtëzakonshme, jo se është hebreje, jo se është Çifute, po se është një armike e betuar e popullit dhe e kombit tim. Shpip, gënjen. Avokat, të lutem, të rikthehemi tek 5 pikat. 5 pikat. E para, dorëheqja e panegociueshme. E dyta, qeveritë teknike 12 mujore tranzitore, jo partjake. Pastaj, ndryshimet kushtetuese. Po? Ndryshimi i kodit zgjedhor, ndryshim për financimin e partive politike. Kryeministri jo më shumë se 2 mandate, anullimi i ligjit të mbrojtëra, paketa malet, paketa strategjike, kontrata. More të tëra ka një të lutem zotëri. Themelorja e themelit e të gjitha gjërave e të gjitha kërkesave të protestuesve është këto të dy parti politike të mos marrin pjesë asnjëherë në zgjedhje. Ja, avokat, tani në demokraci nuk pengohet askush që të kandidojë. Zotëri, jo këta që kanë bërë krime, jo. Unë nuk di në i vend që t'jen ndaluar përveç partive ekstremit, nuk e di, Agimi Art që ndaluar në Greqi, diçka e tillë, po këta nuk janë ashtu. Agimi Art ishte patriot, zotëri, edhe mos i zinin gojë, mos i ofendoni ata që i krahasoni me këta kuislingët tanë në pushtet. Agimi Art është një parti fashiste greke,
të lutem, është një parti fashiste greke, por që punon për interesat e Greqisë, ndërsa komunistët shqiptarë janë tradhtarë të interesave të kombit dhe të shtetit shqiptar. Jo, avokat, tani ju si përfundim, jeni dakord me 5 pikat apo jo? Jo, jam dakord që të hiqet kryeministri, të jap dorëheqjen dhe të shkoj para drejtësisë, një. Se nuk thonë këta të bordit shkoj para ato pikat, nuk thonë të shkoj para drejtësisë. Jo, të arrestohet dhe të shkoj para drejtësisë. Pa jo pastaj është gjykim popullor, avokat, atë di drejtësia. Protesta e mbështet drejtësinë. Cilën drejtësi? Po pse që kemi arritur deri këtu, s'kemi arritur nga kjo drejtësi? Jo më zotëri, drejtësia është themeli që po shkatron të shtet. Aty mbështetet Edi Rama që bën këto krime. Jo zotëri, jo. Prandaj protesta kërkon që ky të arrestohet, jap dorëheqjen dhe të arrestohet. Avokat, nuk do ishte më mirë që rreth këtyre 5 pikave ishit mbashkuar protestuesit? Absolutisht 5 pikat janë në mbrojtjet e Edi Ramës. Nga momenti që thot që ata thonë të bëjnë zgjedhje të reja, murivesh të organizojnë zgjedhje të reja, do me thënë që po këta të kemi në pushtet. Jo, a i thot mas derisa të bëjnë ndryshimet e kodit zgjedhor, ndoshta kjo për të bërë një lëvizje. Të lutem, për të bërë ndryshimet e kodit zgjedhor në radhë të parë, duhet të rrëzohen këta nga pushteti, të arrestohet Edi Rama, të kaloj shteti shqiptar në një qeveri teknike 1 vjeçare. Atë thonë ata? Jo, po ata thonë, nuk thonë atë, thonë dhe atë tjetërin që të bëhen zgjedhje, thonë me këto 2 partit. Jo zotëri. Ne në protest temi që këto 2 parti nuk duhet marrë në asnjëherë pjesë në politikë shqiptare, se kanë tradhtuar vendin tonë. E kanë tradhtuar ata që grupi që komandonte Sali Berisha, i tradhton edhe grupi që komandon Edi Rama. Në fakt është e njëjta parti, e dalën 2 grupe, që quhen parti të ndryshme. Si janë 2 parti të ndryshme, janë një parti, Partia e Punës së Shqipërisë. Dhe ata zotërinjtë e bordit atje që janë e quajnë veten të zgjedhur, të bordi i menaxhimit të protestës, jo zotëri, nuk janë ata. Avokat, tani ju e keni me 5 pikat apo e keni me bordin? Problemi. Po, ato 5 pikat nga dolën ato 5 pikat. Atëherë problemi juaj është me bordin, me ata që bën 5 pikat. Pra unë denoncoj ata që denoncoj 5 pikat dhe ata që hartuan ato 5 pikat. Zotëri, protesta kërkon dorëheqjen në mënyrë absolute të Edi Ramës. 1. Protesta kërkon që të bëhet qeveri teknike u bën 2. Protesta kërkon që krimet në marrëveshjet që ka bërë Edi Rama të shkojnë në gjykatë në SPAK dhe të shkojnë para drejtësisë u bën 3. Protesta kërkon që të dënohet ai veprimi turpshëm i pa skrupull e ambasadores e Izraelit, e cila sajoi më kujtoi ai veprimi i ambasadores e Izraelit, zotëri, më kujtoi veprimin komunist të vitit 1953 në ambasadën sovjetike në Tiranë. Çfarë ndodhi? Hodhën një shashk, një tymushe në ambasadën sovjetike në Tiranë, dhe të nesërme në mëngjes, sigurimi i shtetit shqiptar i Enver Hoxhës arrestoi dhe ekzekutoi 25 vetë. Është pikërisht një rast 100% i ngjashëm heqja e flamurit të Izraelit me ambasadën sovjetike në Tiranë të vitit 1953. Veprimet gjallë si 2 pika ujë. Të njëjtën gjë kanë bërë komunistët banditët shqiptarë në 1946 në kishën e Shkodrës. Vajtën tërnatën se këtë ma ka thënë ish komisari i Gardës e Republikës Enver Hoxhës. Nuk pa them emrin. Se nuk është në këtë jetë. Po ma ka deklaruar dhe kam zotit të shpiktarë dhe më tha, po tha në kishën e Shkodrës vajtëm ne i futëm natën në armët, tha, që të nesërmen pasaj arrestuan prifterit dhe kanë ekzekutuar disa prifterit të kishës katolike. Pra, ajo zonja duhet shpallur urgjentisht non grata. Avokat, lutem.
Nga biseda e fundi që ne kemi diskutuar bashkë, kanë kaluar në mos gaboj 4-5 ditë. Po, Qa ka ndodhur tjetër brenda këtyre 4-5 ditëve që ne nuk kemi biseduar, avokat, që ju ka irrituar kaq shumë? më ka irrituar thyrja që na ka bërë si komp ajo qifutja. Ne qifutën zotëri i mbrojtëm, i ruajtëm, Për te kësaj, avokat, në shesh. Në shesh, Po. në shesh janë futur 100 rryma, 100 spiun, 100 bashkëpunëtor të sigurimeve të zbulimeve të ndryshme të spionazhit botëror. Atje është një konglomerat spionazhi. Mua ajo që më mban me shpres akoma është që protesta po vazhdon dhe protesta ka kërkuar urgentisht të shkarkohet Teodoreqe në Dirama, të shkojë drejtësisë, të arrestohet, vej para gjyqit, dhe ndërkohë të shpallen presidentit të shkri të çmontoj të shkarkoja atë parlament. Digje ku është ai avokat? Po. Duket është në Kirgjistan. Është në Kirgjistan. Mos u theft. Jo kaq. Avokat, dëgjoj tani. Tek ato se sot biseda është ndryshe nga të tjerat sot. Më duken i shpërthyes. Tani do të ngulmoj edhe një herë përpara se ta mbytim tek ajo që thoni 5 pikat janë pro Ramës, jo kundër Ramës. Pra sipas jush e shpëtojnë Ramën. Nga momenti që ata nuk pranojnë, po nga momenti që ata pretendojnë dhe thonë që me dyshimin e kodit zgjedhor do bëjmë zgjedhje të reja, zotëri s'ka zgjedhje të reja me këtë pushtet dhe me këtë parti. Zgjedhjet e reja dhe zgjedhjet do bëhen mbas një viti që të funksionoj gjykata, ajo qeveria teknike. Pra këtu është hilera që thoni ju. Ka litroje. Bravo. Aty flen lepuri, ata në mënyrë indirekte, tërthore, kërkojnë që Edi Rama edhe komunistët shqiptarë të mbeten në pushtet. Jo zotëri janë tradhtarë absolut të interesave të kombit shqiptar. Janë tradhtarë absolut të interesave të kombit shqiptar. Gjithsesi ky është mendimi juaj. Janë provat, të lutem, jo dali. Janë provat, zotëri, ku që jetë Zvërnecin dhe Sazani, ku që dhe? Kush e ti që këtë drejt t'japësh troje shqiptare, kush? Jo, e kam fjalën të 5 pikat, avokat, sepse ka nga ata shumë që thonë që shiko, duhet ishin 6 apo duhet ishin 4, rëndësi ka që t'jenë rreth këtyre 5 pikave gjithë bashkë. Njerë ata nuk kanë planuar që të shkojmë të flasim dhe të konsultohen me persona që janë kompetent, me persona me integritet dhe me persona që kanë dhënë për këtë vend. Dhe gjën e parë që ata u duk se cilët piqin. E keni fjalën nga vetja që e keni bërë këtë betejë. U duk që nga momenti që ata na hoqën të drejtën e fjalës para publikut. Ju se keni marrë fjalën avokatë? Jo, po s'më lënë mua ta afrohem atje. Pse? Sepse unë jam kundër komplet kësaj klase politike. Duhet, si që pat, edhe diaspora dhe ata urran atje me diasporën, me përfaqësuesit e diasporës. Urran do me thënë në mënyrë më të poshtë, më të ndyrë. Sepse ata janë urdhëruar, janë mbështetur. Paqësore. Jo si e fare paqësore, janë mbështetur zotëri nga shërbimi sekret shqiptar dhe nga shërbimi sekret izraelit, që ne adhetarët dhe patriotët dhe intelektualët e këtij vendi të mos dalim të flasim atje. Dhe këtë gjë kanë bërë me mua në mënyrë të përsëritur. Po thoni që ka hyrë Mossadi aty? Jo Mossadi, po 500 Mossadër janë aty. Dhe kjo vërtetua nga incidenti që bëri me flamurin ajo ambasadorka. Pra, nuk u dit ka e keqja me atë. Urdhë? Nuk u dit ka e keqja me atë, thënë. Sa një fjalë që më ka goditur jashtëzakonisht rënd. Edhe t'i vi turp se është femër. Dhe thot shqiptarët nuk duan nënat e tyre. Ku t'ja thot atë ajo? Avokat, dëgjoj tani, po puna e Dritan Goxhait, pse e sulmon kryeministri? Ai në gjykimin tuaj
kjo anatemimi, sepse Dritan Goxha deri tani një figurë që e kemi njohur që ka qenë pjesë e UÇK-s bashkë me Tiatin, një kontribut të jashtëzakonshëm në Kosovë, familja Goxhaj, zëvendës shef i shtapit të përgjithshëm të UÇK-s, Dilaver Goxhaj. Mos më bëj biografinë e Dilaver Goxhajt se unë kam Tiatin e tij e kam kushëri të dytë. E keni gjatë. Po. Dhe duke qenë se kam konflikt interesi nuk do flas. Më duket është nga Golemi? Nga Golemi. Pasam rastisur tamam për të folur? Jo. E kam gjatë, nuk flas dot. Kam konflikt interesi. Po, gjithsesi, për kontributin nuk mund të vihet dyshim kontributi i tij. Se kam ndonjëherë dyshim, se ti do tani unë të gjem nga dera ti kërkon. Unë të gjem nga dera ti kërkon ty nga Penxhelia. Po të them edhe një tjetër, kontributin e tij. Edhe integriteti. Kontributin edhe integritetin e tij. Nuk e kam kontestuar kur dhe se kontestoj kur. Jam kundërshtar politik në botë kuptim dhe në përkatësinë politike. Ai ishte më i jam imediat, kaq, shkurt. Gjithsesi, partitë nuk janë mund të jenë mbi Shqipërinë. Shqipëria është mbi partitë. Juve ju bashkoni ideale për Shqipërinë. Tani po na dalin partitë mbi Shqipërinë dhe e mbyllim këtu se tash kam konflikt interesi. Pra, i di që kryeministri po e sulmon kot. Se di dhe ta gjenë me njëri tjetrin. Janë të një partie, të një ideali. Po, përfaqësues të tjerë në protest, ju ndan kjo pjesa e partisë apo me kashkaqe tjera, arsye tjera? Që ndaheni me organizatorë të tjerë aty? Ose janë të tërë të një përkatësie politike, janë të tërë ata që janë atje, të tërë pa përjashtim. Do marr vetëm njërin. Atë si e ka ky me emër Tepelena. Ka qenë në G99 solla. Pse shkon tuti? Po, pa shkuar. Çfarë do të thotë pastaj? Andi Tepelena, po çu është shkuar e ardhmja? Po njeriu edhe unë nuk e di a ka qenë njerë, pa nuk është se po bëj avokatin e tij, po ka fjalë njeriu ka qenë antar i G99-s. Po njeriu ndryshon mendim avokat. Edhe nëse ka qenë, nuk është se e di. Tani të mos e kthejmë bisedën në persona të veçantë. Grupi që ka uzurpuar mikrofonin atje dhe që nuk ka thënë asnjëherë se kush e ka paguar atë grup atje, kush i ka shpenzimet e qendrës së zërit atje, kush i paguan ata, kush i përfaqësojnë, s'janë prezantuar asnjëherë. Asnjëherë se janë prezantuar dhe tani që flasën bashkë nuk janë prezantuar, pra janë anonim dhe anonimët nuk i besoj kur. Unë nuk jam anonim, unë jam eponim, unë jam me emër me mbiemër. Atë kanë dalë burra të shkëlqyer që duan këtë vend, kanë dalë diplomat, kanë dalë historian, kanë dalë pedagog të shkëlqyer që do ta përfaqësojnë në mënyrën më të plotë shtetin dhe kombin shqiptar. Se në qoftë se ka vendosur Izraeli që të shpërbëjë Shqipërinë, ne jemi të gjallë këtu. Dhe ne i themi shtetit izraelit që po fut duar e këmbë në Shqipëri, nëpërmjet këtyre spionëve që të ardhur nga Amerika, nëpërmjet dhëndrrusit të Trumpit. Edhe vajzës Trumpit, këtu ka zot vendi. Këtë ta din mirë. Avokat, nuk kemi folur për protestën që ishte diaspora të shtunën. Isha atje, edhe jam shtyr prej tyre. Jam shtyr jo nga diaspora, nga këta që penguan diasporën që të shkonte të mirë të fjalën. Do me thënë, vetëm sa nuk kërcitën armët, se me grusha u shtynë, u kacapitën keq. Isha ngjitur me ta, edhe ka filmuar bile. Dhe po deshe ta dërgoj. Kishte masivitet. Nuk flas për masivitetin, flas për veprimin skandaloz antikombëtar të atij forumit që është atje për të penguar diasporën të fliste. Dhe edhe një veprim tjetër që kanë bërë kundër diasporës. Parat që kanë sjellë ata andej u kanë vlerësuar në mënyrë më të vështirë.
ua kanë marrë eurot me 80 lek që vjetra, me 80 lek, 800 lek që i tonë, 80 lek 1 euro, turpi botës, që edhe tregu e kanë edhe 5 euro. Pra, nuk besoj se për këtë ka fajë qeveria tani, sepse ata janë biznese private. Këtu e keni fjalën për shoqërinë. Ju jeni gazetari tek i cili në mënyrë të përsëritur kam 2 vjet që kam kërkuar të vi diaspora në Shqipëri. Keni folur jashtëzakonisht, keni edhe mjaft mesazhe, qindra mesazhe mira në fakt, pozitive nga diaspora. Unë kam theksuar gjithmonë, sidomos nga Shtetet e Bashkuara, keni një mbështetje për mendimet që ndahen në publikun tonë. Dhe unë dje prisja që diaspora të dilte dhe të fliste i lirshëm, të fliste siç kanë kërkesat dhe dëshirat e tyre për ta bërë Shqipërinë, për ta parë Shqipërinë në zonjë. Dje u vërsulën të tërë huliganët edhe të tërë fëllëqësirat që janë atje ta shoqëruar forum, çfarë janë ata, dhe i penguan në mënyrën më të ashpër të mundshme, vetëm se nuk shkuan dot më mtute se ishin shumë këta të diasporës dhe e çanë rrethimi që thuash me forcë. Pra, pyetja është kjo, për këta të forumit, për këta të hartusit e 5 pikave, zotëri, pse e penguan përfaqësuesit e diasporës, se e pash Arianin që vjen nga Italia, që unë kam komunikuar vazhdimisht me të. Arianin ata gati sa se rëzuan për tokë. Dhe Ariani tha, do shkojmë, do flasim dhe do flasim. Nuk e di folja pas foli se isha brapa tyre, nuk isha përpara, si kam parë. Pra, pse u penguat, kjo i thot të tëra, mërë zotri, kjo i thot të tëra, pengove përfaqësuesit e diasporës të vinë të flasin me publiku shqiptar. Pse e bëre? Qa rreziku pengaj? Këtë të na thonë ata, këtë të dalë të thonë Dritani. Unë eftoj Dritani të dalë dhe të shprehet dhe të thotë përse i penguan dhe përse i shtyn dhe nuk i lejoni të mirin mikrofonin, për çfarë arsye. Dhe kush janë ata në fundit? Qëse kanë mikrofonin privat, ta marrin që i ke nga duan. Avokat, më thuaj aty që ju mendoni që është udhëheqës i denj për protestin. Lider. Asnjë. Janë pa ideal, janë paguar. S'mund ta themi këtë a priori, avokat, pa prova, pa... Zotri, unë nisem nga ato që bëjnë, jo nga ato që thonë. Nisem nga ato që bëjnë, jo nga ato që thonë. Avokat, aty kishte nga... Jo nuk është se kontrolluar sheshin aty edhe nuk është se morë 1 për 1, por në gjykimin tuaj, ka drejt Rama kur thotë që ishin nga Prishtina dhe Tetova ata, nuk ishin nga diaspora? Apo s'ka drejt? Rama shpik vazhdimisht armiq imagjinar. Zotri, shqiptarët kanë të drejtë që të protestojnë dhe të marrin pjesë në çdo protestë që ka atë dhe umon. Pik. Dhe arsyeja themelore që ta dini, pse nuk bashkohet Shqipëria me Kosovën, është pikërisht ky rrezik që shikojnë nga Bashkimi Kombëtar. Është pikërisht kjo frikë që kanë komunistët shqiptarë të bashkohen të dy trojet, sepse do dalën shqiptarët e vërtet, do dalën pasardhësit e lidhjes së atyre burrave shqiptar, burrave të shtetit shqiptar që krijuan lidhjen e Prizrenit dhe i dolën vendit në mbrojtje. Do dalën se s'bën ata, sado që të mundohen spionazhet e ndryshme ti përjashtojnë dhe ti largojnë. Do dalën, zotri, jemi këtu, ta di. Jemi këtu, ta di Edi Rama, ta di dhe ambasadorja izraelite me atë provokim të pështir që ka bërë, tur të ketë. Ajo do shpallë non grata urgentisht. Avokat, lutem për ta mbyllur, më thuaj, a mendoni që në fund të kësaj proteste do arrihet të lidhet një besa shqiptare aty në shesh? Këtë jo vetëm me mendoj, po e dëshiroj shumë. Jo, që dëshironi, unë këtë nuk e vën diskutim, por ju më thatë që aty nuk shikoni asnjë që t'jetë lider. Jeni kritik me grupin, nuk shikoni lider, jeni kritik me pikat, me organizimin, pra jeni kritik me gjitha. Prandaj u pyes që në këtë situatë. Të tëra ato që thash unë, sekundër e shef, edhe sekundër e shikojnë dhe qytetarët që na dëgjojnë e na shikojnë,
vërtetojnë, janë të tëra të sakta dhe të vërteta, sepse Edi Rama nuk jep dorëheqje. Kaq, ku e ka mbështetjen? Ku e ka mbështetjen? Pra ata janë grup, janë grumulluar, e shikojnë rrezikun e jashtëzakonshëm që u vjen komunistëve shqiptar, i shikojnë dhe krimet që kanë bërë dhe që populli ka evidentuar tashmë ka 80 vjet, dhe ata e dinë se çipret, prandaj mbrojnë me çdo kusht Edi Ramën. Por do vi dita që do zgjidhet. Do zgjidhet. Avokat, do ta mbylli pyetje nga komentuesit. Më thonë që pyeta avokatin, më shkruajnë, a është gati të marrë përgjegjësi apo jo? Në çdo orë të ditës të natës, 24 orë në 24, sa të kemë frymën gjallë. Avokat, të falenderoj për bisedën. Edhe unë të falenderoj që